për buxhetin e bashkisë për vitin 2025. Ligji 9936 fraksion 2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar rregullon sistemin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, strukturën, parimet dhe bazat e procesit buxhetor. Ligji zbatohet nga njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore në gjitha fazat e procesit buxhetor, si përgatitja, shqyrtimi dhe miratimi në Këshill, zbatimi, ndjekja dhe rishikimi i buxhetit, të drejtat dhe kufizimet që përcakton ligji, garancitë si dhe format e tjera të rrjedhura prej tyre. Nga sa më lart, kryetari i Bashkisë Vlorë dhe administrata në drejtimin e tij kanë hartuar projekt vendimin për një shtesë në VKB numër 111 të datës 27/12/2024. Bazuar në ligjin numër 139 fraksion 2015 të datës 17/12/2015 për veçqeverisjen vendore në 8.2, në 9.11b, 34, 35, 36, 40, 41, 54. Si dhe ligjin 68 fraksion 2017 për financat e veçqeverisjes vendore, në 45, ligji numër 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Fondet e trashëguara nga viti 2024 do t'i bashkangjiten fondeve të miratuara me VKB numër 111 të datës 27/12/2024. Në këtë VKB do të shpërndahen fondet e trashëguara nga viti 2024, të cilat ishin të aprovuara në vendimin e Këshillit Bashkisë numër 100 të datës 29/12/2023 me shtesat e ndryshimet e bëra gjatë vitit buxhetor. Fondet e trashëguara vijnë si rezultat i arktimeve gjatë muajit dhjetor, ku administrata e Bashkisë ka argëtuar taksa dhe tarifa vendore nga të ardhurat e veta sipas planit të miratuar, të cilat janë rakorduar me degën e thesarit gjatë muajit janar. Gjithashtu janë rakorduar dhe grandet specifike dhe grandet e pakushtzuara, të cilat rezultojnë të papërdorura si më poshtë. Granti i pakushtzuar në 1000 lek 380.072, të ardhurat të papërdorura 1.107.837 në 1000 lek, grantet specifike 158.548 në 1000 lek. Pra në total janë për të rishpërndar 1.646.457 në 1000 lek. Bashkëngjitur janë tabelat ku ne mendojmë si administratë e Bashkisë të shpërndahen. Një pjesë e këtyre fondeve të papërdorura janë për të shpërndar për projektet e vitit 2024, të cilat janë tenderuar. Një pjesë e tyre kanë marrë vetëm një situacion dhe ngelet për të marrë situacionet e tjera përfundimtare. Në këtë projekt vendim, disa fondet që rezultojnë të papërdorura, ne menduam që të fusim në disa projekte që kanë qenë prioritet në vitin 2025 dhe ishin të parashikuara në projekt buxhetin e vitit 2025. Nuk kishim mundësi se nuk kishim të ardhur që t'i fusim që në atë buxhet të vitit 2025, ishin prioritet dhe i vendosëm këto fonde që ishin të papërdorura. Përveç këtyre, kemi sjellë edhe një ndryshim për projektet kulturore për vitin 2025, ka pasur dhe një diskutim kur ishim mbledhjen e komisioneve, paksohen disa projekte kulturore të cilat për arsye të ndryshme nuk u kryen dhe është menduar që të shtohen në investime brenda të njëjtit zë, brenda të njëjtit vlerë. Ka pasur disa kontestime në mbledhjen e komisionit që u bën, varet nga komisioni, do t'i aprovojë nga Këshilli i Bashkisë. Qofse do aprovohen apo jo. Drejtoria e Financës autorizohet në fund pasaj të bindarjen e fondeve, sipas vendimit që do merret. Po, patjetër. A ka zëra të tjerë në të raport që janë të reja apo vetëm të tjera? Të reja të thash, në raportin e paraqitur janë disa rrugë, në mos gaboj 3 ose 4 rrugë që kanë qenë të parashikuara në prioritetet e vitit 2025. Kaq. Jo, të tjera nuk ka. Po të shpjegoj. Kur paraqitëm buxhetin e vitit 2025, përveç investimeve të parashikuara në bazë të ardhurave që mendon Bashkia Vlorë, kemi lënë dhe disa prioritete të cilat, në qoftë se ne do të sigurojmë të ardhura gjatë buxhetit shtesë, do t'i fusnim në vitin 2025. Disa prej tyre ishte rruga e Kodrës në Kuzbaba, është në mos gaboj rruga e fshatit Gjuerin që lidhet me rrugën nacionale, edhe më falni një sekond se
Dhe një rikonstruksion i rrugës në fshatin Tre Vllazër, mos gaboj.